Atëherë dashur, kam sot të ftuar përmes platformave tona online Arjan Rufatin, kryetarin e shoqatës artistëve të Maqedonisë Draudaku, me cilin do bisedojmë mbi koloninë e ndërkombëtare të artit të 21-ën me radhë Gosivarit 2026. Do të thonë 21 vite punë për kuptuar më tepër dhe për të zbuluar detaje për koloninë e së vjetshme dhe jo vetëm. Përshëndetje Arjan, shumë kënaqësi që të kam sot të ftuar në emision. Përshëndetje dhe mirësevgjë. Faleminderit për përkrahin që na jepni si televizion. Atëherë është kolonia 21 me radhë, nëse nuk gaboj, çfarë do thotë kjo për jo vetëm qytetin e Gosivarit, për artin atje në përgjithësi? Çfarë do thotë kolonia ndërkombëtare e artit e 21 me radhë? Shoqata artistëve figurativ Draudaku vazhdon me sukseset e veta, edhe këtë vit ne realizojmë programin vjetar dhe organizojmë koloninë artistike ndërkombëtare të 21 me radhë, një ndër kolonitë më të vjetra në Maqedoni dhe në rajon. Shoqata Draudaku këtë vit organizon për të 21 vitin me radhë dhe besojmë se edhe kësaj herë do t'ja dalim me sukses dhe kemi të ftuar diku 30 artistë të vendas dhe ndërkombëtar. 30 artistë vendas dhe ndërkombëtar nga cilat vende pak a shumë, nëse mund na zbulosh? Këtë vit kemi artistë domethënë nga Shqipëria, Kosova, Greqia, Italia, Serbia, Austria, domethënë janë diku 8 shtete të cilat do të përfaqësojnë në këtë koloninë artistike. Me 10 artistë ndërkombëtar, 10 artistë kemi brenda qytetit, domethënë brenda shteteve të Maqedonisë dhe 10 artistë janë të rinj dhe artistë Gosivaras. Domethënë nga qyteti i Gosivarit, po kemi edhe nga vendet të tjera apo jo? Po, kemi 10 artistë ndërkombëtar, 10 artistë nga qytetet e tjera siç janë Shkupi, Kumanova, Kërçova, Tetova, domethënë gjithë të qytetet e tjera janë përfaqësuar, edhe 10 artistë të Gosivaras. Domethënë gjithsej janë 30 artistë. Po. Kur do na mbahet kolonia ndërkombëtare? Në çfarë data? Kolonia artistike ndërkombëtare edhe këtë vit siç vitet të tjera do të mbahet në hapësirat e qendrës për kulturë. Domethënë nuk është paraparë vetëm të pikturohet, por disa ka jemi në agjendën tonë paraparë dhe disa vizita të qytetit Gosivarit, janë disa vizita të shtetit tonë të Maqedonisë të cilat do të vizitojmë, kështu që artistët nuk do të jenë gjithkohën veç të duke pikturuar, por do të njihen edhe me qytetin Gosivar, me trashëgiminë kulturore të qytetit tonë, edhe të shtetit tonë. Domethënë se artistët vinë jo vetëm për të njoftuar, për të pikturuar, por për të njoftuar nga afër me qytetin Gosivarit dhe shtetin tonë të Maqedonisë në veriut. Mund na zbulosh pak më në detaje itinerarin e juaj, ndoshta se cilat pika më saktësisht do i vizitoni, apo sa afër, prej nga sa afër ata faktikisht të njoftohen njihen me kulturën tonë apo me historinë dhe gjithçka tjetër, përveç anës artistike. Kështu artistët vetëm kanë filluar të vinë sot nga shtetet e ndryshme, sot më kanë ardhur artistët nga Kroacia dhe artistët nga Austria sa më ka arritur. Itinerari i kësaj kolonie artistike është 5 ditë, por veç asaj se do të punon çdo artist do të lejë nga një vepër për shoqatën tonë. Temat e pikturimit janë të lira, domethënë çdo artist sjell mënyrën e vet dhe stilet e veta të punës. Gjatë kësaj periudhe ne do të vizitojmë trashëgiminë kulturore të qytetit të Gosivarit, disa objekte të trashëgimisë kulturore, do të vizitojmë fshatin Vortor, një ndër vendet turistike që janë për Gosivarin, do të vizitojmë qytetin e Ohrit dhe kështu do të vizitojmë dhe ndërkohë do të kemi edhe një ekspozitë të një piktori të Maqedonisë, i cili do të është në kuadër të mysafiri i kolonisë artistike dhe ka një ekspozitë personale gjatë periudhës që do të jetë në Gosivar. Artistët pjesëmarrës janë të gjithë artistë që marrin pjesë për herë të parë apo janë disa nga ata edhe rikthehen? Jo, ne kemi artistë, domethënë shumica artistëve janë të cilët janë për herë të parë, por kemi edhe artistë që kanë qenë dikur, kjo koloni artistike më tashmë fiton 21 vjetorin dhe përveç artistëve në vim për herë të parë kemi edhe artistë të cilët kanë qenë tash vinë edhe për ty. Domethënë kërkesa për artistë, domethënë nga tash kemi filluar ta bëjmë listën për vitin e ardhshëm, domethënë kërkesa për pjesëmarrje në këtë koloni është interesi është i madh. Domethënë edhe për këtë radhë, për si vjet kolonia 21 besoj planet dhe angazhime dhe planifikime dhe gjithçka tjetër ka nisur që me kohë, domethënë para një viti në mos më shumë apo jo? Shoqata artistëve figurativ Draudaku, domethënë është një ndër projekt, një ndër koloni që ka dhe një fillim domethënë më të vjetra në shtet, dhe kjo koloni është financuar permanent nga Ministria e Kulturës, këtë vit financohet edhe nga Komuna e Gosivarit, kështu që ne planet timon domethënë një vit para, duke ditur se ne ky projekt mbështetet tradicionalisht nga Ministria dhe nga Komuna e Gosivarit. Domethënë ne nuk llogaritim se do të realizohet ose jo, por çdo vit e dim se kjo koloni do të realizohet vitin e ardhshëm.
edhe çdo prej tash vetëm kemi 5 artistë pjesëmarrës të cilët do të marrin pjesë në vitin 2027. Kemi, si që se, 30 artista, apo jo pjesëmarrës, po ashtu vetë se pas ke nisur edhe caktimet apo planifikimet për koloninë e radhës, domethënë për vitin e ardhshëm, artistët që marrin pjesë, të ftuar apo të le të themi të pranuar në bazë të kritereve, apo thjesht domethënë ftohen nga ju apo shprehin dëshirën për pjesëmarrje dhe përmbushin kriteret të caktuara nga Draudakum apo vetë kolonia? Kriteri kryesor do të jetë artist, domethënë piktor, artist figurativ, akademik, domethënë nuk është për artistët amator, domethënë ky është kriteri kryesor. Shoqata e artistëve figurativ çdo vit hap çdo fillim viti hap domethënë antarësinë, edhe kushti tjetër kryesor është që duhet të jetë antar i shoqatës së artistëve figurativ. Domethënë në çdo fillim vit ne hapim antarësinë dhe çdo artist antarësohet. Domethënë njëri nga kushtet është që të jetë artist profesional, domethënë akademik, dhe kushti tjetër është që të jetë antar i shoqatës. Normal, ne të pastaj rrjeti jonë i shoqatës është rritur aq shumë që ne kemi miq dhe dashamirë nga çdo qytet. Vitin e kaluar kishim profesor, domethënë mund të cekim nga Kroacia, këtë vit kemi 9 profesor të Akademisë së Arteve të Zagrebit, domethënë çdo vit kemi artistë me të vërtetë shumë të mirë dhe shoqata ka shumë vepra të cilësore të cilat i kemi në kuadër të fondit të shoqatës. Besoj edhe koloni të tilla, eventet të tilla janë edhe ura, apo jo ura lidh se ura bashkëpunimi në mes artistësh, edhe besoj gjithë këta piktorë, artistë më dhej që përmende, kanë krijuar një miqësi apo një lloj bashkëpunimi jo vetëm me ju, po edhe me artistë të tjerë që kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë këtyre viteve atje. Po, kjo qëllimi, ne këtë koloni çdo vit thrasim artistë të rinj, domethënë qëllimi i shoqatës është të afirmojë artistët e rinj të vendas, të cilët sapo diplomojnë dhe rruga e tyre nuk mund të jetë domethënë e hapur nëpërmjet shoqatës. Nëpërmjet kësaj i hapim rrugët, domethënë i njoftojmë artistët të tjerë dhe në këto koloni me të vërtetë mësohen shumë teknika, mësohen se çdo artist ka teknikën e vet, mënyrën e vet të pikturimit, mënyrën e vet të punës, e çdo artist domethënë shkëmbën përvojat e veta dhe është me të vërtetë një përvojë për të cilin artist e cila ja vlen mirë pjesë. Ne marrim pjesë në për koloni tjera, kjo qëllimi kolonive, domethënë shkëmbimi, njoftimi dhe përvojë të ndryshme. Ceke që nuk ka një temë të caktuar, apo jo, domethënë se cili artist është i lirë të sjellë atë vizionin e tij, pamjen e tij apo talentin dhe teknikën e tij. Ndodh kjo pikërisht për shkëmbimin e këtyre përvojave që po thua, apo preferoni të ngelet dhe të themi të mos caktohet një temë që të mos restriktohen këta artista, apo të mos privohen nga gjithë shkëmbimi tyre. Çdo artist të sjell përvojën e vet të shtetit vet, çdo artist të sjell përvojën dhe mënyrën e pikturimit të vetën. Dhe tash ne nuk në atë koloni deri tash nuk kemi pas temë të caktuar domethënë për një koloni, çdo artist të sjell punën dhe mënyrën e vet të cilën e ka nga vjen dhe nga si punon ai. Edhe tash ne se mënyra e pikturimit dhe mënyra e punës janë të gjithë janë një gjithë me brusht mirë, po çdo kush ka mënyrën e ndryshme të cilën ne shohim dhe marrim përvojë të ndryshme nga njëri tjetri. Do kemi vetëm pikturën kësaj radhe, apo kemi raste edhe këtë herë, po edhe në përgjithësi kemi raste kur kemi edhe forma të tjera të artit vizual? Po, kësaj radhe do të kemi domethënë pikturën dhe fotografinë artistike. Janë dy që do të marrin pjesë, kemi fotograf artistik domethënë profesional dhe piktorën. Për shkak të mënyrave të realizimit për skulpturë dhe për grafik janë shumë më të shtrenjta dhe nuk kemi mundësi që të realizojmë domethënë për të pasur një skulptor do të sigurohem shumë materiale, shumë gjëra, të cilat shoqata nuk e ka gjithë atë buxhet të madh për të siguruar gjitha materialet një skulptori, apo për të realizuar një grafik na duan më shumë kohë dhe më pak nuk është arritmi, për pak ditë. Më shumë kohë dhe më shumë jetë, besoj, dhe gjithçka. Tek fotografia. Ne kemi një buxhet të vogël të shoqatës, të cilën e figuron Ministeri i Kulturës tash këtë vit dhe viteve të tjera. Komunë gjestorin po me një buxhet vogël për një pushim të madh. Nga se jemi një ekip shumë i mirë, të cilët nuk ka lidhje të kush është kryetar, ne të gjithë prapë bashkërisht punojmë dhe arrijmë deri këtu ku kemi prodhuar shoqatën nga 1999 ta funksionim, domethënë dhe 21 vite koloni artistike. 21 vite duhet me do e mos të ketë një ekip të mrekullueshëm që të funksionojë kaq vite me radhë, të ketë sukses siç njihet vetë se kolonia e ndërkombëtare e artit atje në Gostivar. Fotografia, siç ceke, do bëhet fotografi, domethënë
në Maqedoni këtu, apo vinë me fotografi tashmë të bëra vetëm për të ekspozuar apo për të le themi shkëmbuar? Ato ekspozojnë, domethënë fotografi do të realizohen gjatë periudhës, edhe do të në punë në ditën e diel do të ekspozohen të gjithë veprat, edhe pikturat, edhe fotografitë domethënë artistike të cilat do të realizohen gjatë periudhës së qendrës. Fotografia besoj po ashtu do ketë një temë të hapur, varësisht nga vetë fotografët apo artistët. Tema janë të hapura për gjithë artistët, domethënë pa marrë parasysh se është fotograf, është piktor, këto janë tema të hapura dhe nuk janë të kufizuara. Në gjithë kolonitë artistike nuk kanë qenë të kufizuara temat. Të dielën përmendë që do ketë një ekspozitë me do emocion që të prezantohet kjo punë kolosale që do bëhet, do jetë hapur besoj për gjithë qytetarët dhe çdo që dëshiron të vijë dhe të shoh punën. Sa punime do na prezantojnë gjithsej nëse vetë se e keni bërë një plan? Në mënyra, domethënë, shoqata çdo artisti që siguron materiale dhe të gjithë ngjyrat e dy telajeve, çdo artist ka për obligim një nga punime dhe një nga telajët ja lën shoqatës, domethënë një pikturë, dhe ne shpresojmë se do të kemi diku 30 vepra artistike të cilat do të shtohen në fondit të shoqatës, do të kemi 30 vepra të cilat do të pikturohen, do të ekspozohen, kështu që shoqata ditën e diel në ora 20 do të ketë ekspozitën e kolonisë artistike në kuadër të qendrës për kulturë. I ftojmë të gjithë ardasit, profesorët, të interesuar të vinë të vizitojnë se me të vërtet do të ketë një punë e mirë, nga se emrat të cilat janë pjesëmarrës në këtë koloni nga posteri që ndoshta e keni parë, janë emrat të gjithë piktorë dhe artistë eminentë. Mund t'i themi disa të paktën nga emrat këtu vetë se pasi jemi live apo vetë mund të informohemi në rrjetet sociale, po kemi artistë veç në kanë ardhur artistë nga Austria, kemi 2 artistë nga Kroacia, kemi 1 artist nga Shqipëria, kemi nga Italia, kemi nga Greqia, domethënë Kosova, Serbia, të gjithë kemi munduar disa shtete që të jenë të përfaqësojnë, domethënë i ndrojnë çdo vit ku numri i artistëve në internacional është diku 10 çdo vit. Po. Përveç artistëve të Europës, kemi raste nga 21 vite, gjithsej sa kemi deri tani koloni, raste kur kanë ardhur nga shtete edhe më të largëta? Po, kemi pasur edhe nga Korea, kemi pasur edhe nga Amerika, domethënë kemi pasur artistë të cilët edhe nga shtetet më të largëta. Kemi veprat artistike të tyre kemi në fondin e shoqatës tonë. Domethënë, le themi zëri apo puna e kolonisë ndërkombëtare të Gusivarit ka arritur në gjithë globin pak a shumë. Puna e kolonisë, puna e shoqatës tonë, ne domethënë kemi qenë edhe themeluar të galerisë të Gusivarit, domethënë shoqata artistëve figuratisht, ka profesorët tanë që kanë qenë ne sipasardhës të tyre, dhe gjithë Rusia shoqatës ne kemi arritur që të themelojmë edhe galerinë e Gusivarit. Domethënë një shoqatë është bërë themeluese, domethënë ne kemi ngritur iniciativën se themelimin e ka bërë Qeveria e Republikës Maqedonisë Gusivarit. Domethënë kjo shoqatë është bërë iniciatore që e hapur edhe galeria e qytetit Gusivarit. Domethënë kjo është një punë. Ne kemi festuar 25 vjetorin e shoqatës, kemi festuar 20 vjetorin e shoqatës, domethënë monografitë janë në kuadër të shoqatës. Puna e kësaj shoqate me të vërtetë është më shumë se një shoqatë, mund ta them. Profesor Shapi thonë kur ai ishte një kryetar, thonë ne jemi një ndrim tim mbi i cili nuk kemi të ndalur. Fiks besoj shumë benefite, jo vetëm Gusivarit, po gjithë shtetit, siç ndodh zakonisht me eventet artistike dhe kulturore që sjellin. Ne më vetë kemi filluar që të kemi hapësirë, ne jemi shoqata e cila kemi kuadër të qendrës për kulturë Gusivar, kemi një hapësirë, edhe numri i veprave të mëdha që kemi deri tash dikosh mbi apo 500 vepra, ne është problem për të mbajtur, për të mirë mbajtur, prandaj dhe themelojmë galerinë e Gusivarit që disa nga veprat të artistëve të cilët nuk jetojnë më, mirë po ato vepra janë ndër veprat ashtu duhet klasifikohen edhe të mbahen dhe trupen. Shoqata nuk i ka këtë mundësi që t'i mbajë këto vepra dhe t'i klasifikojnë. Se është me vërtet duhet të jenë mbas ligjit, domethënë kanë disa kritere të cilët ne nuk mund t'i mbajmë ato vepra. Mirë po, janë vepra të cilët ja vlen, janë artistët që nuk jetojnë më, mund të fillojmë Omer Kaleshi, Mustafa Arapi, Buja Lahut, shumë artistëve të tjerë të cilët nuk jetojnë më, mirë po veprat ata kanë qenë pjesëmarrës në kolonitë artistike, një ndër kolonitë artistike të Gusivarit, edhe ne kemi veprat e tyre. Domethënë janë fondi shoqatës. Ku ndodhen gjitha këto vepra që janë dhuruar shoqatës që ndër 21 vite? Përmendë se veprat e shoqatës janë në kuadër, kemi një drejtori të qendrës për kulturë, duhet të falenderoj. Ne kemi një hapësirë në kuadër të qendrës për kulturë, e cila është e dhënë domethënë për shoqatën, ne kemi në atë të dikur më herët të gjithë
kryetar, për të ishe kryetari i shoqatës, do të kishe edhe një hapësirë për të marrë veprat e shoqatës. Kurse tash kemi ne qendër për kulturën e festivalit. Janë të hapura ose ekziston mundësia që... Po, ne jam të hapura, kështu që kur të vini një herë në festival të na vizitoni, të përgatisim një shkollë, të shihni se me të vërtet kemi shumë vepra të cilat ja vlen. Domethënë ato shoqata nuk mund të mirëmbajnë dhe nuk mund të kujdeset shumë për ato vepra. Prandaj galeria e festivalit presim që të aktivizohet dhe disa nga veprat të cilat janë të artistëve më eminent do t'i kalojnë në galerisë festivalit. Kemi një datë, kemi një planifikim më të saktë se kur mund të aktivizohet dhe faktikisht të hapet, të funksionojë si galeri. Galeria e festivalit funksionon që në është themeluar që 2-3 vite mirë, po diçka ka ngecur nuk është në rrugën e duhur. Shpresojmë se Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të ndajë disa punësime dhe ashtu siç kemi planifikuar në të akti themelimit, do të fillojë dhe do të punësohen disa artistë, kështu që kjo punë jonë që shoqata që ka bërë deri tani neve disa nga projekte mendojmë që t'ja lëmë galerisë, se ne me vërtet më lodhën edhe nuk mundemi gjitha të aktivitetin mbajmë. Që shpresojmë fillimi ishte shumë i mirë, u aktivizuar, domethënë shoqata u themeluan nga kjo galeria e festivalit u themeluan nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por tash ka një ngecje të cila nuk është ashtu siç duhet të jetë. Janë 2 vite ose 3 që është themeluar, nuk kemi asnjë punësuar, kemi vetëm një drejtor. Po, domethënë funksionale, po jo faktikisht funksionale. Funksionale në funksionon, ne themi funksionon me vulën në xhep, nuk ka hapësirë, nuk ka punëtur, nuk ka asgjë. Kurse pikturat nuk e di, domethënë sa faktikisht ndoshta jemi të informuar si publik, po gjithsesi kërkojnë atë kujdesin shumë të veçantë, shumë nga kushtet, shumë nga klima, nga mjedisi dhe nga gjithçka tjetër mund të ndikojë në to. Po përmendëm se ne në disa cikle kemi pasur edhe skulptorë, kemi pasur edhe administratin, kemi pasur edhe skulptorë nga Kosova, nga Shqipëria, nga shtetet e ndryshme. Domethënë kemi edhe skulptura, kemi edhe grafika, kemi edhe fotografi. Domethënë është me të vërtetë është problematik për një shoqat që mund të mirëmbajë dhe të kujdeset për këta vepra. To mbas të ligjit kërkojnë kategorizimin dhe valorizimin, kurse ne nuk kemi faktikisht nuk kemi as emërtimet ato persona që mund të bëjnë ato elaborate për kategorizimin. Kemi, po mirë, të paktën profesionist kemi që mund të mirën me këto, po le të themi varet vetëm tek faktikisht hapja e punësimeve apo funksionimi tamam i galerisë, po të paktën profesionist kemi ose artistë që mund të mirën me këto? Ne, kemi artistë shqiptar, kemi artistë të cilat janë për galerinë të Betovës, galerinë të Shkupit, domethënë kemi ato mund të mirë, po ne nuk kemi buxhet për ato të paguar dhe për përgatitur elaborate për kategorizim. Sa shoqata nga Ministria e Kulturës financohet me 2-3 projekte të cilat maksimumi tash na kanë bërë, domethënë nuk mund të konkurrojmë më shumë se 2 projekte 3, edhe me cifra të vogla, dhe ne me dorë realizojmë edhe këto projekte. Edhe zakonisht është gjithmonë komuniteti artistiko-kulturor që vuan më së shumti le të themi nga mungesa e buxhetit, zakonisht është shumë minimal për... Nga dje, domethënë, nga dje deri ditën e martë, unë jam i ndarë nga familja, jam i ndarë nga gjithçka, domethënë 100% kohë që përkushtoj aktivitete, jo se vetëm unë, edhe gjithë shokët e mi, kolegët e mi, domethënë gjithçka që bëjmë vëmë për këtë aktivitet edhe pas 100 darkë, domethënë pas 1 dinar honorar, gjithçka që kemi marrë ato me ato mjete mundohemi që ta realizojmë këtë aktivitet. Të paktën komuniteti le të themi i qytetarëve apo rrethi ose qyteti si qytet, edhe në përgjithësi komuniteti më i gjerë shtetëror, kupton ndoshta rëndësinë edhe gjithë këtë punën që mundoheni të bëni rreth kolonisë dhe përfitime që sjell ajo? Këtë po e kupton se në shoqata përveç të ne veprat artistike, domethënë harrova ta thëj, ne veprat artistike i kemi dhëruar edhe në këshillin e komunës pata një para këshilltarëve, domethënë se na thirrën për pjesën të cilën dushim të na financojnë dhe na thirrën moshi kryetari. Unë tregova se në gjithë komunën e Gocivare, domethënë gjithë veprat artistike janë veprat e shoqatës. Ato pak na financojnë, ne do të them me vepra artistike. Domethënë shoqata ka dhënë vepra artistike të gjithë institucioneve, komunës së Gocivarit, spitalit të qytetit. Domethënë institucioneve të cilat na kanë për krah. Ne me veprat tona, me veprat të shoqatës kemi zbukuruar gjithë hapësirat e institucioneve shtetërore. Me pak ndihmë që na kanë dhënë, ne jemi munduar që t'u kthejmë ndihmën. Përveç që nuk diskutohet artit kualitativ dhe shkëmbimi, domethënë të përvojave me artistë të ndryshëm, është vetë fakti që artistë ndërkombëtar vinë dhe vizitojnë Maqedoninë dhe Gocivarin dhe gjithë shtetin në përgjithësi hapësirat tona, edhe sadokudo është një lloj turizmi, është një lloj promovimi, përhapet fjala, shkëmbehen
shkëmbehen fotografi, shkëmbehen, domethënë përvoja, kështu që luan rol në gjithçka, domethënë luan rol në shumë gjëra. Po patjetër, ne diku që mbi 10 ditë kemi posterin i shoqatës, domethënë është ka dalur në rrjetet sociale, ju e keni vërejtur, edhe ky poster është shpërndar nga Mos. Domethënë qyteti i Kostivarit është promovuar nga Mos, Republika Maqedonisë e Veriut është promovuar nga Mos, duke filluar nga gjithë këto pjesëmarrës, pakun nga këto, po pastaj komuniteti artistik, të cilët është në për gjithë Evropën ka kemi miqtë e shokët, dhe përkrahja e ministrisë, domethënë me një përkrahje mund të them kështu minimale, edhe nga komunët tash na kanë përkrahur diçka, por shumë pak për një aktivitet kaq të rëndësishëm. Dua di pak duke uruar. Mirë po ne nuk dorëzohemi, me pak do ta realizojmë, traditën nuk e ndalim. Patjetër, diskutohet 21 vite punë, siç e theka edhe më herë, vetëm me që s'ka pasur këmbëgulje kaq të madhe. Duhet të theksoj se ne edhe me kohën e pandemisë kemi realizuar, domethënë koloni. Nuk i kemi ndërprer. Edhe si ndodh, si u organizua ajo? Në kohën e pandemisë ne kemi thirrur diku 5 ose 10 artistë, që kanë një artist kanë ndërtuar në një dhomë dhe kemi pas 10 artistë të cilët kanë punuar nga shtetet të cilët kanë ardhur. Domethënë edhe në kohën e pandemisë kjo koloni ka qenë tradicionale, nuk është ndërprer. Pse së ndërpretë në një, le të themi, moment kur u ndërpret gjithçka, kur u ndalua gjithçka? Vetëm domethënë një mënyrë me disa artistë që erdhën, domethënë 5 deri 10 nuk kujtohen të vendit që erdhën nga qytetet tona, domethënë çdo artist ishte në dhomën e vet, edhe gjithë artistët tjerë që ishin miqtë tonë që kanë qenë pjesëmarrës, kanë marrë pjesë online nga shtetet të cilat vinin. Kemi pasur nga Franca, kemi pasur në ato vite tash kujtohet 2021 ashtu. Kemi pasur shumë artistë. Ishte inspirimi në atë kohë më shumë lidhur me virusin, apo artistët e tejkaluan, zhvilluan edhe temat të tjera, edhe art tjetër? Ne mendoj se e kaluam atë dhe dishim të largohen nga ajo përditshmëri, prandaj vendosëm që kryesia e shoqatës asaj kohe kështu me profesorë shtatë vendosëm të mos pandërpresim dhe ta realizojmë kështu më pak persona, kurse me gjithë duke respektuar gjithë kushtet e asaj kohe dhe realizuar me sukses. Shumë interesante. Keni pikturat edhe të asaj kohe, qoftë nga ata të pranishëm që kanë qenë, apo edhe ata që kanë punuar online? Domethënë, çdo artisti, nëse një herë ka qenë shoqatën artistëve, një vepër nuk dhurohet. Çdo artist që ka mbi 2 vepra, atëherë ne vendosim ose mund ta dhurojmë ose mund diçka tjetër. Kurse çdo vepër e një artisti të cilën një herë ka qenë vepër nuk dhurohet dhe jep në fondin e shoqatës. Trego pak se jashtë, domethënë, përvojës në koloni, dua di pak ndoshta edhe çfarë tjetër ju bën përshtypje gjithë artistëve, sidomos atyre ndërkombëtar që vijnë apo që kanë ardhur vite me radhë për të qenë pjesë e kolonisë. Në përgjithësi flasim. Përshtypjet e tyre çfarë? Mikpritja e festivalit, domethënë, është një ndër ato pikat të cilat habiten dhe ne jemi shumë të marrëbardhë dhe i presim të gjithë artistët. Mikpritja është shumë kryesore. Me ato pak mundësi që kemi, me ato objektet pak që kemi të trashëgimisë kulturore, mundohen të njoftojmë. Kështu gjatë gjithë kohës pikturohet dhe ka lëvizje të ndryshme, domethënë artistët edhe ata që janë pjesëmarrës, edhe ata që nuk janë pjesëmarrës shoqërohen. Domethënë është bëhet një atmosferë mirë vërtet gjatë këtyre 4-5 ditëve që do të bëhen në festival, do të është bëhet një atmosferë mirë artistike dhe ka një frymë për artin figurativ. Le të themi, si mundohet kolonia të zhvillohet apo të avancohet ose të sjellë prurje të reja nga viti në vit? Besoj rëndësishme të mbajë atë frymën artistike gjallë, po gjithmonë duke ecur edhe ato me kohën. Ne si kryesi kemi menduar të sikur me patëm një buxhet më të madh, nuk do ta kishim orientuar këtë koloni vetëm për pikturë. Ne kemi menduar që të mbajmë një koloni të mbajmë edhe me skulptorë. Domethënë të realizojnë 10 vepra të skulpturës, mund t'i dhuron edhe qytetit. Ka shumë mënyra ndryshme, mirë, po me buxhet vogël nuk realizohet. Skulptura është, domethënë, më ekstrem, çdo skulptor punon, dikush punon në gur, dikush punon në dru, dikush punon në materiale të gjitha materialet janë më të shtrenjta, kështu që ne nuk kemi mundësi të t'i realizojmë. Kemi menduar që të mbajmë edhe koloni me grafik, domethënë nuk i kemi presën për grafik. Kështu që janë disa mundësi të cilat ne si shoqat nuk kemi mundësi që të realizojmë, edhe prandaj kemi marrë më shumë kemi mbarë me pikturë dhe me fotografi artistike. Edhe pse kemi pasur përmenda se kemi pasur edhe skulptor nga një skulptor ka qenë kështu dhe vepra artistike të skulpturës kemi edhe një më. Mendojmë që do kemi tutje nga këto lloje të tjera të artit vizual, domethënë qoftë ndoshta
ose të paktën kemi shtyrje, kemi kërkesa nga ju, qoftë në aspektin e buxhetit ose qoftë nga, le të themi, nga vetë artistët. Do kemi shpresat paktën që do mund t'i realizojmë edhe të tjera. është rënd për të realizuar. Thash ne kur e bëjmë kërkesën në Ministrinë e Kulturës se parashkojmë një buxhet shumë më të madh, mirë, po ata kanë një kufizim të cilat s'ka kalojnë. Edhe komuna na jep një ndihmë të vogël, por prapë nuk janë mjetet mjaftueshme për të realizuar një koloni artistike me 10 skulptorë. Do të thonë për të realizuar një koloni artistike me 10 skulptorë ose me grafika është pak më e kushtueshme dhe nuk mund të arrijmë ne, si të qartë. Këtë edhe desha të di në qoftë se kemi shpresat paktën për një buxhet më të madh ose një rritje në buxhet ose diçka një përkrahje më të madhe, apo ngelet për momentin ngelet kjo situatë që e kemi momentalisht. Ne kohë të fundit do i dini rezultatet e Ministrisë Kulturës, domethënë shoqata artistëve Draudaku Martin dhe shoqata shqiptare të cilat ka hyrë në atë 20 veçën e cilat i ka siguruar mjetet edhe këto sa janë. Ministria e Kulturës çdo vit i shkurton mjetet e artistëve dhe nuk i rritën. Sidoqoftë, kolonia me kaq pak, le të themi, ndoshta buxhet, por gjithsesi mbështetje shumë të madhe, besoj nga komuniteti, nga vetë artistat dhe puna palodhshme e shoqatës artistike Draudaku dhe gjithë artistëve të tjerë që janë në mbështetjen tuaj, deri më tani ka dalur me sukses të madh, ka realizuar punë të madhe që 21 vite më radh, kështu që s'besoj që do ndalë dhe suksesi patjetër nuk do mungoj. Me 25 qershor deri me datë 29 qershor e kemi koloninë apo jo në Gostivar dhe ekspozitën e kemi me datë 28. Kështu që për gjithë ata të interesuarit do mund të shohin gjithë këtë punë që bëhet gjatë këtyre 4-5 ditëve me datë 28 qershor. Unë falenderoj shumë Arian që gjete kohë dhe mundësi, e di që ditët e fundit të para domethënë punëve dhe gjitha këtyre kolonive apo eventeve din të jenë të ngarkuar, apo ashtu edhe ato gjatë eventeve të tilla. Faleminderit që gjete kohë t'jesh me ne, edhe pse brenda ditëve të punës, besoj që vetë se jeni të ngarkuar. Falenderoj shumë dhe një herë dhe uroj që të keni sa më shumë sukses dhe uroj që ritakohemi për të tjera suksesa. Shumë falenderoj edhe ju për përkrahjen që na jepni çdo vit në çdo aktivitet, edhe kjo për ne është një përkrahje maksimale të cilën ne apim tonë, se ne mund të pikturojmë aty dhe mund të figurojmë mirë, por nëse nuk e promovojmë nëpërmjet televizioneve dhe lokale dhe nacionale, atëherë nuk kemi arritur qëllimin. Kështu falenderoj shpresoj të vëshënje për përkrahjen. Faleminderit edhe juve dhe çdo të mirë. E dashur të dashur, unë ju përshëndes edhe për sot, duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme dhe po ashtu fundjavë sa më të mbar. Ne ritakohemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.